Bilanci i viktimave të tragjedisë së zjarrit në Koçan të Maqedonisë së Veriut rëndohet me një tjetër jetë të humbur. 29-vjeçari Aleksandr Karadakovski, njëri prej 4 pacientëve të cilët ishin në gjendje kritike, dha shpirt në një spital të Lituanisë ku po trajtohej nga mjek specialist, të cilët pavarësisht përpjekjeve të mëdha nuk kanë mundur ta shpëtonin. Ata thonë se i riu kishte plagë të shumta në kokë, qafë dhe gjymtyr. Sipas tyre kanë qenë të mëdha dëmtimet në organet e frymëmarrjes dhe në fund gjendja vetëm sa është përkeqësuar. 29-vjeçari ndërkohë rezulton të ketë qenë menaxheri i klubit. Me lajmin e vdekjes së tij, sipas shtypit vendas, Prokuroria Themelore Publike e Koçanit do të ndërpres procedurat hetimore të nisura ndaj tij. Zjarri që shpërtheu muajin e kaluar në një klub nate në Koçan shkaktoi 60 të vdekur dhe 155 të lënduar dhe nxiti protesta të shumta kundër korrupsionit në vend. Pjesa më e madhe e viktimave ishin të grup moshës 24 deri në 26 vjeç. Autoritetet premtuan hetim të shpejtë dhe të plotë, vunë pra nga 23 të dyshuar, 11 prej të cilëve u lanë në paraburgim.